Buxheti nuk do të ndal as pak flamurtarin e këtij sezoni nga rrugëtimi për ndërtimin e një skuadre që do të bëjë diferencën në Super League, premtuar nga vetë Sinan Idrizi. Edhe pse ende skuadra nuk është formësuar, madje edhe emri i trajnerit të ri mbetet enigmë, megjithë shumë kandidat në skenë, në klub janë të qetë dhe të vendosur që të marrin vendimet në kohën e duhur. Kush do të nënshkruajë kontratën me flamurtarin e këtij sezoni, patjetër që do të jetë një milioner për shkak të shumës që do të marrë në dorë. 5 milion euro është buxheti që Idrizi dhe kompanitë turke kanë vendosur në dispozicion. Një pjesë e mirëtorë së buxhetit do të ndahet për pagat e stafit teknik, futbollistëve dhe administratës. Kuptohet që peshën më të madhe e kanë pagat e futbollistëve, që zënë edhe një zë të rëndësishëm në pasqyrën buxhetore të sezonit të ri. Pagat do të ndahen në disa kategori sipas vlerës së futbollistëve në treg dhe vendit që do të kenë ata në formacion. Në këto kushte ato nisin nga 45.000 euro, që do të jetë paga minimale, dhe deri në 60.000 euro mesatarja, por patjetër që për lojtarë të kalibrit të lartë ka një trajtim tjetër. Paga sezonale për elementët cilësor do t'i kalojë 100.000 euro. Muaji korrik shënon edhe përfundimin e kontratës së administrimit që kompanitë turke kanë me Bashkinë e Vlorës. Kontrata aktuale ishte 1 vjeçare, megjithëse Idrizi kërkoi një vit më parë një kontratë 2 vjeçare. Për të mos patur vonesa, por edhe burokraci që të rinovohet çdo 1 vit apo 2 vjet nga Këshilli Bashkiak, është kërkuar nga vetë administratori dhe klubi që miratimi i kontratës së re të bëhet gjatë këtij muaji. Pikërisht kjo është edhe java vendimtare, ku të njëjtën Këshilli Bashkiak do të mblidhet për rinovimin. Kompanitë turke kërkojnë pa afat, ndërsa projekt vendimi pritet që do diskutohet në mbledhjen e kësaj jave, për të parë nëse kontrata e re do të jetë me apo pa afat. Ndërkaq drejtuesit vlonjat janë përtej Adriatikut. Frenat e Merkatos janë marrë tashmë në dorë nga drejtuesit e klubit, ndërsa janë 4 element nga Seria B që po vëzhgohen këto ditë nga drejtuesit vlonjat me ndërmjetësimin e Iglitares. Por mësohet se në Itali po shikohet edhe mundësia e kontaktit me kandidat për trajner të flamurtarit, por që momentalisht këto pista po mbahen sekret. Të shpresohet që kjo javë do ta gjejë flamurtarin me trajnerin e ri.